Në fshatin Fish të Lezhës, vendlindja e poetit kombëtar Gjergj Fishta është ndërtuar për herë të parë një itinerar turistik që bashkon kulturën, traditën dhe gastronominë e zonës. Itinerari fishtian, një shteg rreth 6 kilometra i gjatë, nis me shtëpinë ku ka jetuar poeti. Ndalet në muzeun e Fishtës dhe përfshin çdo bujti në restorant tradicional të fshatit. Kjo nismë mori jetën në 154 vjetorin e lindjes së poetit. Përgjatë këtij shtegu janë vendosur 100 citate e vargjën nga Fishta dhe autorë të tjerë që kanë shkruar për të, duke kthyer këtë ecje në një përvojë reflektimi dhe emocioni për çdo vizitor. Aktivitetet janë bërë të shumta mas viteve 90, sepse deri në vitet 90 figura Patrigjerit ka qenë e ndaluar studimi i veprës tij, por mas vitit 90 është filluar me aktivitetet, por është një nga aktivitetet më të bukura të iniciuar nga bashkia, por edhe nga Mrizi i Zanave, një sipërmarrje Altin Prengës. Aktiviteti përsupozon tek vendi ku ka banu, ku filloi shtegu i Mrizit, shtegu i poezisë fishtiane, dhe vazhdon me udhëtimin deri tek vendlinja ku ka linë, i themi ne, tek Livalla, dhe është një memorial i ngritur për ndër të ku është inauguruar dhe vjet të Patër Gjergj Fishtës. Unë mendoj që datëlindja e tij të ishte festë kombëtare. Përveç festë tradicionale, mendoj që të ishte edhe një festë kombëtare, sepse figura si Patër Gjergj Fishta, Naim Frashëri, janë të rralla për kombin shqiptar. Kështu që siç do festohen festat kombëtare, tjetë edhe një nga festat kombëtare, pse jo, mos ishte një festë e tillë. Duke qenë një figurë kaq e lartë, i quajtur poet kombëtar me të drejtë, me kryeveprën Lahuta Malësisë. Patër Gjergji është themeluesi i alfabetit shqip 1908 në manastir, është nënkryetari i Kuvendit i Parlamentit shqiptar 1921, është oratori më i madh i kombit shqiptar në konferencën e paqes Parisit 1919, ku qeshen më mirë se Gjergj Fishta, qeshen kombëtare nuk e ka ngrit asnjë personalitet. Dhe mbylli me këtë figurë duke thënë Gjergj Fishta, duke thënë që nuk ka Shqipëri pa Kosovë. Kështu që më bukur se kaq nuk mund ta thojë njëri çështjen kombëtare. Ne kemi startuar me datën 1 në 1 tetor, edhe kemi kulmuar sot, do të vijmë edhe 3 ditë të tjera pas kësaj dite. Në çdo ditë, në çdo ditë, madje edhe fundjavët shtunë në dielën kemi pas aktivitete. Përfshi shkollat, përfshi promovimi libresh, aktivitete tematike, aktivitete kulturore. Edhe çmimet Fishtës që shpëndom sot, por më e veçanta, aktivitete më e veçantë, se duhet theksuar se është edhe për herë të parë në Risi, është pikërisht itinerari i poezisë fishtiane që organizohet, po zhvillohet tani në fshatin Fish, do të gjas nga data 23 deri me datën 26. Kjo është pjesa më e veçantë, po themi Risia e këtij muaji, Risia e këtyre aktiviteteve. Pikërisht për këtë arsye, duke mediatizuar kaq shumë, fal edhe ndihmës tuaj, duke ndërtuar këtë lloj itinerari, duke bërë gjithë këto aktivitete ku janë angazhuar në sense pothuajse gjitha shkollave që ndodhen brenda hapësisë territoriale Bashkisë Lezhë, kjo ka bërë të mundin një sensibilizim me një target grupi shumë të madh, jo më përpara, po themi aktivitete vogla dhe të izoluara, por duke qenë se aktivitetet kanë qenë kaq masive, përfshirja ka qenë e trive edhe treja ka qenë jashtëzakonisht e madhe, kjo ka bërë të mundur që emri i Gjergj Fishtit dhe vepra e tij bëhet edhe më e njohur. Problemi i parë, sepse ne kam qenë iniciator i projektit shtëpia ku ka jetuar Gjergj Fishti, është problem pronësie. Problem pronësie është pronë private, në njëjtën kohë është monument kulturi i kategorisë 2. Kjo duhet zgjidhet midis Ministrisë së Kulturës edhe pronarëve të objektit, që janë edhe në rastin konkret stërnibët dhe stembesta të Gjergj Fishtës. Për sa i përket memorialit të Gjergj Fishtit, bëhet gjitha investim, e kam ngritur dhe problematikë dhe vetë. Këtë çështje është bërë një investim kolosal aty dhe Ministria e Kulturës e ka në administrim, nuk e ka për Bashkia e Lezhës asnjërin dhe as tjetrën. Kemi bërë kërkesë se ne ta marrim ne në administrim, por na është refuzuar kërkesa, na ka kërkuar vetëm bashkëpunim, jo kalim në administrimin tonë. Mënyra më e mirë do të ishte të dy këta objekte për të qenë për të vendosur në eficiencë, për të qenë vizitueshëm, për të zhvilluar aktivitete, në mënyrë se mos të rinë me dyert mbyllura, duhet t'i kalojnë detyrimisht Bashkisë së Lezhës. Si vetëm institucion që mund të arrijë të realizojë një administrim të mirë dhe dinjitos, siç kemi edhe rastin e memorialit vendvarrimit Gjergj Kastriot të Skënderbeut, që është monument kulturi kategorisë parë, i rëndësisë veçantë, por që administrohet nga viti 2001 nga Bashkia e Lezhës. Ky është shembulli më i spikatur, më konkreti që kemi në lidhje me administrimin, po mirë administrimin e monumenteve të kulturës. Pra ky shembull do të ndiqet edhe dy objektet në fjalë. Për ndryshe, për fat keq, do të them, do të vijnë të qëndrojnë ende mbyllur. Atëherë shtegu lind si nevojë, duke qenë se
Në Fisht është ndërtu para një vitit shtëpia, domethënë monumenti i Fishtës aty ku ka lind, edhe duke qenë se është objekt monumental edhe ka edhe disa hapësina, ndër shumë gjëra që janë bërë aty është bërë edhe një rrugë shumë e gjatë që lidh dy shtëpia të bashkë, vend banimin me vendin ku ka jetu. E duke qenë se gjithë ky shteg është aq i madh, ka një vit që fatkeqësisht nuk është frekuentuar nga njerëzit. Përveç se nga bujtinat tona kur sugjerojmë ne herë turistët e huaj. Dhe na do kishim dashur shumë që njerëzit ta vizitoshin këtu dhe si nevojë e kësaj gjajet, ne kena menduar bashkë me Bashkinë Lezhë dhe me bujtinat dhe fshatarët e Fishtës, me u bë bashkë për me bërë një shteg të poezisë fishtiane, ku ndërkohë që ti ec, kështu që dhe shikon bukurit natyrore të fshatit, lexon dhe frymëzohesh nga thanjet e Fishtës dhe çka kanë thënë për Fishtën të tjerë, për me marrë një ditë inspirimit ku ti edhe jenë impakt me natyrën, me kulturën, me vendin, edhe sidomos me përjetu Fishtën, ndër tjera duke ec rrugës edhe duke përjetuar edhe gastronomi lokale. Kryesisht kjo është, dita e parë ka kanë me aktivitete letrare të ndryshme ku ndonë edhe çmimet në Lezhë. Marapa Teatrori Fishtan ka filluar që në fillim të muajit, kurse këto 3 ditë të tjera marapa do të jenë thjesht ditë ku mist vizitor dashamirës të Fishtës do të vinë të bëjnë një farë shtegut peligrinazhit në Fishtë. Pjesëmarrësit shqiptar kryesisht sepse ato njohin Fishtën, kurse të huajt mund vinë për pjesën naturaliste dhe e bëjnë shumë shpesh. Në fakt fatkeqësisht do të më thonë diçka që shtegun e Fishtës e bëjnë më fort të huajt që nuk e njohin Fishtën, se sa shqiptarë që njohin Fishtën. Deri më sot. Tash mrapa shpresojmë të bëjnë më shumë shqiptarë se e vizitojnë shtegun e Fishtës. Nëpër 12 stacione të ndryshme, vizitorët udhtojnë nëpër vendlindjen e Alxher-Fishtës, poetët kombëtar që i dha fjalës shqipe mallështri dhe shpirt. Në itinerar morën pjesë edhe turistë të huaj, të cilat jo vetëm përjetuan, por përfshin aktivitetet e bujtinave, duke mësuar më shumë për kulturën shqiptare.